Në këto qaste të piklimi për familjen Thaçi, teksa po përcillet me ndërimet e larta, prisi kësaj familje abetare dhe në banesën e tij të fundit, bashkëngjen dhindje me nënën Hyrë, me presidentin Thaçi, djemë dhe vajzat e Bactagji, i cili na dha mësim se liria është e shenjtë dhe do të punuar e luftuar për të. Haxhi Thaçi është pjesë e trezit që mbolli farën e lirisë dhe ujitjat me përkushtim të jashtëzakonshëm e me sakrifica të mëdha. Prandaj, ai sot i la trashëgimi historike Kosovës. Ne ndjejmë rrahjet e fundit të zemrës së tij. Një fakt që nuk e pati ai i cili kujtoi rrahjet e zemrës të stërgjëshëve tonë, në momentin më kulmor të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Baci Haxhi, jo vetëm që iku nga kjo botë me mallin për djalin e tij, që të shmalli në moshën e pleqërisë, por iku pa e kuptuar pse Hashim Thaçi, si një nga çlirimtarët të Kosovës që sulli lirinë, po vazhdoi të qëndrojë në një ambient burgu i jashtë vendit të tij, për cilin punoi dhe luftoi pareshtur deri në nëntorin e vitit 2020, për të vazhduar sot e kësaj dite betejën për drejtësi. Me vdekjen e tij, pushuan dhimbjet fizike që rënduan kohëve të fundit, por jo sa ato që shkaktohen në shpirt kur nuk e ke afër fëmijën tënd, atë fëmijë që e lind, e rrit dhe bën të marrë në dorë fatin e një populli të tërë. Jo shumë larg nga dita e sotme, teksa i bëra një vizitë në klinikën ku po kurohej, e gjeta në vullnet të furë e shpresë plot. Në gjersa më përculli deri te dera, siç gjithmonë ai kishte zakon, më tha: "Fadil Popo, rrëmi pa marak se unë mirë jam shoqër, dhe sot e nesër më kanë mjek e kismet se tash vjen pranvera në natyrë e lule të mira. Edhe kam për më të madhe se edhe Hashimi këtë pranverë, valë Zoti pa na vjen, e përbejnë një fest që shëtërani." U përshëndetën me përqafim të ndalë, bashkë me mallin që kishte për Hashimin dhe burojen. Dhe fatkeqësisht, ai po aty ditë u rikthye të luftoj me vdekjen, por nuk u dorëzua dhe rezistoi derisa shuajti mallin për ta parë djalin. Me tundime e priti gjatë, po djalin i shtrëngoi dorën fort dhe mbylli sytë, i lehtësuar për gjithmonë për të rikthyer sot që ta shuaj mallin tjetër. Burojen me ajtë pastër, natyrë të bukur, e lidhet pranverës në mesin e qindra e mira kroshëve të lirisë. Të nderuar praneshëm, padrejtësit e sot në shumë larg nga ky vend garantojnë mbi supet dhe themelitarit të shtetit të pavarësisë së Kosovës, i cili bashkë me shumë shokë tjerë luftuan për lirinë e popullit pa u trembur asnjëherë nga vdekja. Hashim Thaçi, si kryeministër historik i Kosovës, sot është larg vejot dhe familjes, duke përballur me provën më të madhe që nga shtirimi i Kosovës. Sot po humbet qasti i vetëm në jetë që djalit të shoh për herë të fundit babain e tij, edhe të vdekur madje. Vendimi për moslerimin e presidentit Thaçi për të qenë pranishëm sot mes nesh
është goditje e rëndë. Jo vetëm për familjen, ne dhe gjithë ju bashkarisht, por për gjithë ata që besojnë se drejtësia duhet të jetë drejtësi. Të nderuar zonja dhe zotërin. Tani, mbetet i përjetshëm kujtimi për Basen Haxhi, si një njeri i urtë, një këpresë dhe dasharie me vlera të larta morale, njerëzore e artëtare. Ky moment është më shumë se një nderim, është një betim për respektin e përjetshëm ndaj familjes paqe dhe sakrificës së saj për lirinë e Kosovës. Sot, Skenderaj, Drenica dhe Kosova janë një zë, një zemër, një krenari. Në këto momente të dhimbshme, Drenica dhe gjithë Kosova qëndron një krah për krah në presidentin paqe, të pathyeshëm, krenar dhe të bashkuar. Nga këtu dhe kudo tjetër i dërgojmë ngushëllimet më të thella presidentit paqe, familjes së tij dhe gjithë atyre që u preken nga vdekja e Basit Haxhi. I qoftë i lehtë vëjo i Kosovës, i përjetshëm qoftë kujtimi dhe respekti për jetë e matë për Basin Haxhi. Ju falem.